Pas vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese që të mos filloi procedurë për vendimin e qeverisë për përcaktimin e numrit të këshilltarëve komunal, për të cilin ishin dorëzuar 3 nisma, koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian Skender Rexhepi thotë se ky është shteti i absurdistanit dhe shteti i paradokseve. Ai shprehet se gjykata kushtetuese votoi kundër gjykatës kushtetuese. Sipas tij, arsyetimi i gjykatës kushtetuese ishte skandalos, sidomos i gjykatës Kacarska. Çdo respekt për gjykatën Kacarska, për moshën e saj, por megjithatë në moment kur edhe një gjykatës i kalibrit të saj, i moshës së saj, flet broçkulla dhe budallallëqe, nuk mund t'ia falë naivitetin. Ajo thirret në nenin 91 të Kushtetutës dhe 63 të ligjit për qeveri, i cili është i qartë dhe gjithë e dim, qeveria ekzekuton ligjet. Askund, as në ligjin për qeveri, as në kushtetut, as në ligjin për veçqeverisje lokale nuk cakton dhe nuk është rregulluar kush e cakton numrin e këshilltarëve në për komuna. Rexhepi akuzon se kjo qeveri po vazhdon të dëshmojë se intencën e ka deshqiptarizimin e vendit, uljen e fuqisë politike të shqiptarëve, përbuzjen e mërgatës shqiptare dhe që me çdo kusht ky shtet të jetë monoetnik Maqedonas dhe pastaj mund të vinë të tjerat me radhë. Gjykatësit kushtetues një ditë më parë kanë vendosur të mos shqyrtojnë nismat për shqyrtimin e ligjshmërisë së vendimit qeveritar, me të cilin është ulur numri këshilltarëve komunal në disa komuna. Gjykata vlerësoi se nuk ka pasur diskriminim ndaj ndonjë etnie dhe se numri i këshilltarëve është ulur në komuna të ndryshme të vendit.